Sepse shërimtarët tonë përnajmojnë në hak pa kur një shkas. Festa po dhe protesta është e vleshme se është punë shumë e pa drejtë popullit shqiptar. Edhe më herët na kanë bërë sidomos kohën e fundit tash na marrin njerëz kryesor që kanë prunë lirinë marrin në burg. I nderuar, apo na tregon prej cilit vend ka ardhur? Po na kemi marrë prej anit e Lezit. Me protestu keni ardhur apo për jetor të pavarësisë? Për të gjitha. Pse keni pas nevojshme me marr pjesë në protestë? Po e kem pas nevojë me marrë pjesë për atë arsye sepse shërimtarët tonë përnajmojnë në hak pa kur një shkas. Se ne kem qenë vetë luftë e dim se që është lufta, e s'kan mund me bo që pretendojnë këto tujt, jo masakre e kur, se si nuk mund më bo ajo. Po pretendoni që pju bot pa drejtësia aty në atje? Pa drejtësi betë ma dhe prej që atë diti që i kanë marrë. Po kërkojmë sa ma një tafër të më liru për atë arsye dhe kem dalë sot protesta. Po që që ke dalë me plesë dhe me flamur, aja? Lisin e kum pas që nga mosha 18 vjeqare. Vetëm në raset të ushtërisë kur kam qenë, ato e s'kom pas. Edhe flamurin e pas ke marrë me... Flamurin e kum marrë se është kjo liri për shërimtarët tonë. Apo na tregon prej cilit vend ka ardhur? Unë jam prej komunës Kaçanikit, fshatit Lamajve, lagja Lamajve. Ka ardhur me marrë pjesë në protestë? Po në protestë edhe në festë. Tudijat janë të vleshme. Festa po dhe protesta është e vleshme se është punë shumë e pa drejtë popullit shqiptar. Edhe më herët na kanë bërë sidomos kohën e fundit tash na marrin njerëz kryesor që kanë prunë lirinë marrin në burg. Inshallah do Zoti edhe i lirojnë më frek e nuk na qesin puna pet pleshnit. Po kërkoni pra lirimin e tyre? Kurna? Po kërkoni lirimin e ish-krerëve të Sigurisht kërkojmë lirimin e tyre, po pa ato s'ka shtet as kur gjon. Ato kryesor në mosën në burg. Që ka ardhur me flamurin e UÇK-s, po besoj që jo rastisht e ke marrë këto. Jo rastisht, jo. Nuk është rastisht kemi djalin kom pas edhe unë në luftë edhe për krajin UÇK-n e kemi përkrahur, do ta përkrahim deri në pikën e fundit. Po çfarë pak të emocionuar bac? Urna? Po çfarë të emocionuar? Po si jo, se kjo ditë sa në vend se me prit me të gjitha që kanë qenë, ato që ne kanë prunë këtë deri, sot ne festojmë pa ato këtu. Mirërisht edhe populli jemi do në tresh, dhe kjo është ka auto na dëmton ne më shumë.